Mirëmëngjes të gjithëve në këtë ditë të veçantë të 7 marsit, së ditës së mësuesve, do të nderojmë këtë figurë, e cila na ka shoqëruar të gjithëve në rrugtimin ton, gëzuar të gjithë mësuesve kudo janë. Sot festojmë për profesionin e tyre, për përkushtimin, për sakrificën dhe gjithçka që ata kanë bërë ndër breza për fëmijët tanë. Në studion ton do të kemi 3 ish mësues, në fakt, për të treguar se si është ky profesion. Nga bankat e shkollës deri tani që ata janë në pension, mësues të rjetën do ta titullojmë, për të treguar sfidat, sakrificat, dashurinë, nostalgjinë ndër vite të profesionit të tyre në bankat e shkollës me nxënës, duke treguar edhe ndoshta një lloj krahasimi ndër breza edhe mbi autoritetin e mësuesit në ditën e sotme. Ndërkaq, në pjesën tjetër do të diskutojmë për një proces i cili duhet të bëhet nga të gjithë ne, që bëhet fjalë për deklarimin e të ardhurave personale, çfarë është Diva 2025, cilat janë risit për këtë vit, deri në fund të marsit është afati fundit i deklarimit të të ardhurave personale, kush është i detyruar të bëj këto deklarime dhe cilat janë burimet e të ardhurave që duhet të raportohen, për shembull nëse dikush ka një shtëpi me qira apo ka të ardhura jashtë vendit, ta duhet i raportojë apo jo. Të gjitha këto do t'i tregojmë përmes videove në leduallin ton nga eksperti i ekonomisë se si ju vetë të deklaroni të ardhurat tuaja personale që të mos merrni atë gjobën deri në fund të marsit. Ndërsa në kuzhinë kemi Albanën, po përgatit recetat, shohim të zbulojmë së bashku se çfarë ka menduar për të gatuar. Jeni me mua. Ja ku jemi në kuzhinë, bashkë me Albanën, ju përshëndesim, mirëmëngjesi. Gëzuar festat. Gëzuar edhe ti festën. 7-8 marsin. Faleminderit. Nesër është 8 marsi. Unë nuk e di nëse më sheh mësuesja apo në mendin e Angrit mësuesja e parë. Ashtu e vërtetë është. E përshëndes edhe unë Unë mësuesin time të parë. Unë mësuesin time të parë, do më mbaj mend të plaka dhe unë tani dhe nuk mbaj me mend, megjithatë mua më lind si detyrë kështu shpirtërore, morale të them që gëzuar festën zhvera. Shiko, mësuesit thonë që ne mbajmë mend nxënësin më të mirë dhe nxënësin më të keq të klasës. Tani ti ke qenë te nxënësit e mira, besoj. Shumë të mira, Biles. Shumë të mira. Në shkollë të mesme kam shkelur një çik ande nga viti i fundit. Pastaj mirë, prapë. Gëzuar të gjithëve, edhe ti ke qenë një mësuese e gjuhës greke kam. Po, gjuhës greke. Kam deri dhe kënaqësinë të turoj edhe këtu. Shumë faleminderit. Gëzuar edhe për mamin tim, edhe mami im tani është në pension, ka qenë mësuese, kështu që përshëndes. Po mirë, do unë të përqafoj Tatiana. Gëzuar. Gëzuar të gjithëve, me entuziazëm, me gëzim shkonin Tatiana, më Tatiana. Po mirë. Ja, mendoj që s'kam pi kafe. Po të pi kafe, unë pasaj mbaj mend. Tani mokadorin. Gjithë mësuesve pastaj. Vetëm zgjidhe ti, jemi çeme, nisim të dyja me kafe, mirë më kujtove dhe sa të ndes pak ekspresin ton. Jam thua një brigji do të bëj sot, një kafe delikate, me aromë të mirë. Si na vë me kaq të vështira? Po të gjitha me Monroe, Sofin ma ke bërë apo jo? Ta kam bërë ditën e parë, jo, Merlin ta kam bërë të parë. Sofin, Brigjit, po. Ja. Bëjmë gati me shpejtësi një kafe për Albanën dhe për mua për të nisur me energjinë e dur ditën. A do që je kafe, një aromë fantastike. Në një kombinim full me ngjyrat. Tani, ngjyrat tregojnë se çfarë arome dhe çfarë shije dhe sa të larmishme sjell Mokador kafe në tryezën tonë, duke na dhënë mundësinë të shijojmë çfarë arome mirë, të shijojmë një kafe me aromë të mirë, me densitetin e dur që është shumë kremoze dhe këto kapsulat, të cilat vinë në shije të ndryshme. Dje provuam dhe kapsulën Çoko dhe na shijoi shumë në filxhanin e madh Mokador. Janë 7 gramshe, ndaj dhe është sekreti Mokador që ka këtë kremozitetin, aromën, shijen fantastike të kafes apo të përzierjes së kakaos me qumësh, siç është kapsula Çoko. Ndërkohë, e veçanta është ekspresi i madh, Diva D2, i cili mund të
jenë në dispozicion dhe të zyrave që kanë të nevojshme kafe, zyrat që përdorin kafen. Mokador Diva shkon në për zyrat që duan të shijojnë kafen aty në zyrë me stafin dhe ku ka më mirë dhe më bukur, me kushtin që duhet të blejnë një kuti me kapsulat e Mokador, ndërkohë vjen ekspresi të Q për ta shoqëruar. Ndërsa ekspreset e tjerë që janë në shitje për në shtëpi, për ju që e konsumoni zjoni në mëngjesi, bëni bashkëshortit apo bashkëshortes kafen e mëngjesit, janë në dispozicion me një deluxe, një ekspres fantastik që do t'ju ndihmoj të shijoni kafe në mënyrën e duhur, një kafe cilësore, italiane, në 2014 ka ardhur në Shqipëri, na jep kënaqësinë ta shijojmë dhe ta nisim ditën plot pasion, plot energji, sepse dihet tashmë që Mokador ka një moto të tillë që kafja nuk është thjesht një pije, është një kombinim mes traditës, mes pasionit dhe përkushtimit të madh. Ja, gati dhe kafja ime. Albana, e do me sheqer? Me sheqer, me të ëmbla, jemi festa. Erdha. Kështu. Shpresojmë që edhe anvisat që na ndjekin ta pinë kafen bashkë me ne. Me pak sheqer do të ta hedh këtë radhë. Gjysmën. Edhe trazon. Unë dihet që e pi pa sheqer, janë bëft mirë, ta nisim ditën me energji. Çfarë them unë, më kanë vënë ushqim me gramaturë, s'kam çfarë bëj sheqer me gram. Një nga arsyet, jo, nuk është vetëm te fakti që unë konsumoj sheqerin, se njeriu ka nevojë për pak gram sheqer. Po dua ta shijoj këtë aromën e mirë që ka vetë Mokador, edhe duket sikur ai sheqeri ma pengon ato shijen dhe kremozitetin. Mo mund të pengoj shijen ty mbase. Po aromën nuk ka asgjë që e pengon. Dëgjoj të ka sfiduar aroma e kafes me aromën e parfumit. Dihet më tepër, s'kam çfarë të bëj. Pak. Jo, çdo mëngjes do kemi nga një aromë, po s'kam më sot. Çdo mëngjes do kemi nga një aromë ndryshe, sepse edhe çdo paketim Diva Mokador ka një aromë ndryshe. Pra mëngjeset tona vim me aroma të ndryshme. Na bëft mirë tani. Ja të paça. Ja ju paçim. Ka nevojë trupi, një orë pasi të jetë zgjuar, ose disa njerëz e pinë kështu direkt, po sa të... Jo, unë dua kafen, ta shijoj, kafe llafa, e ke thënë. Se kemi akoma me atë... Sa zgjohet njeriu ka akoma kortizolin në trup. Sa ti largohet, duhet patjetër. Ekspresit, çfarë? Jo, dëgjoj. Unë për shembull, po nuk i ndonjë një orë, 2 orë atje që të ma shpjegosh një 5-6 herë, nuk mundem dot. Është thjesht 2 butona, 3 butona. Po s'kemë çfarë bëjmë tani, që kështu prandaj ta lë ty. Edhe një herë edhe dhe rrufite mirë, si që di ti. Tani, në shpjegon pak dhe në tregon se çfarë arome do të... Me tortën mimoza. Torta mimoza. Fiks në muajin e mimozave. Ku ta gjej, ajo qelvese një herë bëhet. Një herë në vit, një herë në sezon bëhet. Kjo tortë dhe që kështu është në 7 mars sot. Si vjetë kanë qelur aq herët, një muaj me përpara se sa muajt. Ka qenë ngrohtë. Kur mban ngrohtë, lulet fillojnë të qelin ato sytat e veta. Ka lagje në Tiranë që kanë ato aromën e mimozave. Por, harrojnë plakën, që thot me jep një ditë ua, të thaj plakën me gjithë shka i tha marsi prillit. Që kështu, mimoza qëndroni sa qëndroni dhe aqësh, është një muaj është mimoza, nuk ka më tepër. Po, dhe ishte fiks lulja që dhuroheshe për 7 marsi. Po, edhe është dhe lulja e parë që të qelë në pemë, do më thëmë, pra i ka gjitha të mirat. Edhe uron mësuesit për ditën e tyre. Thash të gjitha. Torta mimoza. Ta shtoj në fund fare. Çfarë është kjo tortë? Se e ka marrë emrin mimoza. Çfarë përshtypje do na japi në fund fare? Shpresojmë që ta kemi të përgatitur deri në fund, që ta servirim dhe ju ta shihni variantin përfundimtar. Tregojmë fillimisht produktet gramaturën. Këtu i kemi në tasa, siç e shihni, ka bërë gati Albana. Si do t'i keni dhe ju në shtëpi që t'i shënoni. Tani, për bazën e tortës, do të përdorim miell 130 gram. 110 gram niseshte, 220 gram sheqer, një bustin vanilje, 8 vezë, pak krip dhe lëkur limoni. Shënojni pra, për bazën e tortës janë këto përbërës. Për sherbetin, ujë dhe sheqer, 120 ml ujë, 80 gram sheqer. Për kremin e pastiqerisë, do të përdorim 170 gram sheqer, 5 të verdha vezësh, 500 ml qumësht, 50 gram niseshte misri, një bustin vanilje dhe 120 ml pana. Torta mimoza.
Fillojmë tani nga puna, se e pas kemi në 3 procese. Atëherë, faza e parë është me... Këtë rafin vezët, po. Me gjithë të bahama, dje. Këtu, edhe unë. Këtë ndryshoj pak taljerën, e sjell këtu. Te keni këtu, mos harroni panën. Pana duhet jetë e ftohtë në frigorifer. Dhe, filloj me vezët. Vezë, sheqer. Pra vezë të plota. Sot i kemi marrë masat, kemi marrë disa kuti me vezë Ovital për të bërë këtë recetë, se na duen të ketë një ngjyrë të verë të theksuar, portokale, fuqia e vezës. Dhe tani Albana është duke i rrahur mirë, të i largoj këto. Shkoj vanilje dhe pak fare krip. Do të bëhet një krem i trash, disi, jo mareng, sepse kemi shtuar të verdhat. Tani të kjo tava, ke letër poshtë, edhe të lutem? Po. Vendosi një letër. A i kemi aty letër në tjetës. Shumë mirë. Përgatisim tartën të kjo. E largoj. Më duhet lëkura një limoni. Pa cënuar të bardhën e limonit shtresën tjetër, sepse jep një jetësi. Kaq. Ose prefare rumbullakët, ashtu siç e ke. Jo, sepse duhet të... Sërisht... Ta edhe shtu direkt të një atë? Po, ja një sekund kje dhe një letër aty guzhina, që të shi pak vëndin. Pra lëkurën e limonit dhe vezët deri tani, janë aty. E të largoj këtu. Liseshten. Pra që të kryojmë atë masën e plot të kremit të bazës tortës mimoza. Liseshtja është ajrosur, është shndërruar tani në një masë shumë delikate, po ta shihni. Shpërthen dhe aroma pra është vanilja, është portokalli. Portokalli thashon, limoni. Kur kemi qenë të vegjël na i rrihnin kështu vezët dhe konsumoni me lugë këtë pjesën. Atëre, mua familja më thriste ruqe. Se më ngeli kjo ruqe. Ruqe më ngeli nga veza e rahur, ruk. Mos tani. Po. A, që në bërë të shime këtë. Po, ruqe. Vazhdojmë të trazojmë. Me ruqen. Me ruqen tonë. Dhe ne do të shkëputemi pak. Trazojmë, dhe sa shkryojmë atë kremin e dur. E trazojmë, dhe direkt dhe vendosë në furë. Vendosim këtu në tepsi për ta pjekur. Shkëputemi për suplementin e ditës, simbolika e trajtimit të prostatolit.
të prostatës me një suplement bimor që quhet prostatol. Nëse ju duhet, telefononi tani. Ja te kemi, vazhdojmë punën për tortën mimoza, një tortë tradite që gatuhet në muajin mars, veçanërisht në 7-8 mars. Bëm gati bazën me këtë kremin delikat, homogen, të një trajtshëm të tillë që të mos ketë asnjë kokriz në të, tek i cili shtuam 5-6 kokra vezë Ovital, vanilje, një seshte, pak miell, i trazuam mirë derisa u bë ky krem. Do ta vendosim tani të piqet. Sa e kemi temperaturën e furrës? 200, besoj. 200 gradë Celsius. Nuk ka nevojë të qëndrojnë te vanila, çfarë hodhëm tjetër ne? Lukun e portokallit? Lukun e limonit. Po. Jo kështu për aroma të tjera. Jo, një sekond. Duhet edhe kafe akoma. E çojmë për të pjekur. E çojmë edhe kafe mirë. Opa, po në furrë çfarë kemi? Kemi një tjetër bazë. Po. Për të marrë masat që të mos ju vonojmë me pjekjen derisa ne të përgatitim hapat e tjerë. Goca si është i flutur. Në një dorë mban tavën tjetër tek tjetër, hajde të lumt, më të lumt. Po deshe mos ri flutur. E ke nga kafe. Ka të bësh. Ja, është pjekur baza. E përgatitur njësoj si kjo që ndoqët ju, po pak më herët në mënyrë që të merrni këtë rezultat. Që të vazhdojmë punën në pjesë. Kjo më duhet për pjesën e mimozave sipër. Po. I kam shtuar dhe pak fare ngjyrosës, prandaj do është e verdhë. Dhe e lë këtu. Opa! E lëm aty. Hapim në këtë për pak. E lëm aty të marri pak edhe formën se na qullosën fare. Është shumë mirë. Është shumë mirë. Vezët kanë dhënë efektin se do t'i japi pak volum, se janë gjithë ato vezë 5 kokra vezë, do t'i japi pak më tepër volum. Aty janë 8, këtu kanë 5 tani. Tani, çfarë vazhdojmë? Vezë. Dhe kur themi vezë, Ovital. Se kuptoj pse ne vunë emrin torta me vezë. Po. Shtoj se torta Ovital. Të verdhat e vezëve. Edhe që si janë sa kompakte që janë. Tani është e shtresa e kremit që do përgatitet, se pastaj do bëjmë edhe shurupin. Do ta lexoj edhe një herë listën tani, sepse janë verdhat. Ti vazhdon me sheqerin, kaq. E pjek pak. Ta pjek pak unë një sekond. Të verdhën e vezëve, tretet edhe sheqeri dhe në ekran le të shohim bashk produktet e tortës mimoza. Ky proces do të vazhdoj derisa të mos ndjejmë kërcitjen e kokrave të sheqerit për kremin e pastiqerisë. Derisa u zbardh masa e kremit, tretet sheqeri, zbardhet edhe të verdhat e vezëve. Japi më shumë tani me një sa më shumë aq më mirë të rihet, sepse del një krem më i shishëm. Ja kaq, shpresojmë pra që mos ju kemi bezdisur shumë me zhurmën, por që është një proces që duhet të ndodhë. Është bezdisje e ëmbël. Është bezdisje e ëmbël. Tani, te kjo masë, çfarë të shtojmë tjetër? Kam qumshin që e kam lënë. Të ngrohet. Shtoj masën e një seshtes. E vendos sërish.
derisa të rëndohet pak teli, të trashet pak kremi. Qumësht me një seshte. Sërisht, do t'i marrë t'i laj, se më duhem prapë. Po, na duhem për panën, të cilën do t'a rahim në të gjëndje të lëngët që ajo është, për t'a kthyer në një gjëndje më të ngurtë. Dhe kjo proces ndodh duke përdorur raksin elektrik ose një tel, që është pak me vështirë, me raksin elektrik është akoma dhe një proces më i shpejt. Tani, ja dhe baza, është ftohur, është shumë mirë duket. Ajo, më pas, do t'a presim, më pas. Do t'a presim kështu në 2 pllaka. Sepse ajo do jetë për bazën, dhe pjesa e sipërme që është e verdhë, do jetë për pjesën e mimozave. Që formon dhe jep atë idenë e mimozave. Nuk na duan të jenë të lagura, do t'jenë gjithmonë pajisjet të kuzhinës do t'jenë të thara. Shtoj, atër që çfarë veproj. Se e tha ty direkt. Sërish do kaloj këtu. Por, e punoj. E punoj derisa të largoj, sepse nuk duhet që të nxjerrë të jenë të ciknosura nga qumshti. Pra mora çdo masë, të gjithë masën, s'kajtë, po ha. Kush hafër mia bën poshtë, kush punon? Ja, opa, këtu, pikon. Mjafton, mos u shkoni gjysmën e produktit dëm. Ja, këtu. Tani, vjen goca ime këtu dhe e shikon. Kujdesem unë për kremin, se dhe laj që shishëm. Do të shtoj masën e panës. Të nxjerë kemi kërë shërbeti, ka që pak? Që ta punoj. Shërbeti më duhet? Po thishtë njomes pak. Për të njomes. Shumë pak, një gokë shërbet. Vanilje. Ups, i mbarohen të gjithë produktet. Mjafton të dim radhën dhe torta shumë e thjeshtë. Vetëm radha e punës është në ndarjet e duhura të proceseve, pra baza, që do të piqet në furr, kremi pasticcerisë që po përgatisim, dhe sherbeti apo shurupi, si të doni ju quajeni. Ky është procesi fundit me raksen, se na duhet që ta kryejmë këtë proces. Ndryshe nëse do t'i kishim gati, gjatë kohës që ne do të hynim në transmetim, volumi tyre do të binte dhe do të dështonte si recet. Do dhe pak. Do të trashet mirë. Dhe vazhdojmë procesin të dyja në kuzhinë, shkëputemi vetëm për pak reklama, i kemi dhe gati kur të kthehemi dhe ndërtojmë tortën. Ka publicitet, na ndiqni pas pak. Jemi gati tani për të montuar tortën mimoza, deri në këtë fazë që e kemi, kremin e pasticcerisë, siç e shihni, unë po e trazoj sepse teli është rënduar, Albana po bën ato lulet mimoza gati, borçëzat, po që t'japin ato ngjyrën karakteristike të lule mimozës. Ja. Në formën e tortë dhe kremi është gati, i plot. Po e lë dhe pak sekonda dhe po e largoj, sepse do të shtojmë në të edhe panën. Unë them që t'i lëm në këtë gjëndje, ftohet edhe masa, e vedosim po. E largojmë. Dhe jemi, bëri të gjitha në këtë pozicionin këtej, Niki? Bravo. Pana, kremi, baza e biskotës, si të themi, për ta thërmuar mbi tortë, do të lëm pak të ftohet. I bëm të akoma dhe më të voçkla, vash. I rendisim edhe një herë produktet më pas, kur t'jetë pjekur dhe baza ndërkohë.
Vazhdojmë punën në kuzhinë me recetën e dytë, derisa të ftohet kremi pasticcerisë. Edhe shërbetin e kemi këtu, e largojmë. Ja, pra të gjitha janë gati për ta montuar më pas. Këtu kemi një recetë të thjeshtë, marrë edhe bukën. Një recetë e shpejtë nga ato që dim t'ja u sugjerojmë në rastet kur nuk keni planifikuar, nuk keni gatuar drekën, do t'i shohim së bashku produktet se për çfarë bëhet fjalë. Kemi marrë një nga produktet tona, sallamin birra, kemi salcë skosi, djath pice, djath mozzarella, bukë të thekur, të prerë kështu në kubik të vegjë dhe më pas të pjekura në furr, kri piper të zi dhe një gotë qumësht. Tavë me bukë dhe sallam. Një bukë që riciklojmë, një bukë e mbetur, se si mund ta riciklojmë atë në një recetë të re, duke shtuar në një tazë 2 kokra vezë, 200 ml qumësht, 200 gram salcë trash, 200 gram salam të prerë në kubik dhe këtë, 200 gram djath në kubik, po ashtu dhe djath të grirë, 2 feta bukë të ndenjur dhe kri piper të zi për të rregulluar shijen. E shohim tani procesin hap pas hapi. Gatimin. Pra, shumë thjesht, shumë thjesht. Kam qumshtin. Vendos bukët të qumshti. E lëse më duhet sërisht. Përzije mirë. Ja. Kam 2 vezë. I përzjej. Shtoj. Krip. Shtoj. Piper. Gjithmonë pak vaj. Dhe jemi në rregull. Masën e një salse të bardhë, si të doni ju mund të vendosni, çfarë salcë kosi edhe gjizë mund të vendosni, ja? Nuk është se... E përzijen. Është aty otër, kri piper i kemi shtuar. Do të shtoj masën e bukës që ka përthithur qumshtin. Filloj e lëmënjan. Përveç trana, asnjë nga mënyrat se si të ricikloni bukën e ndenjur në shtëpi duke dhënë shije, duke zhndëruar në një recetë të tillë. Një tavë me bukë dhe salam e lloje të ndryshme djathrash që mund të keni në shtëpi. Djath pice, djath mozzarella, shtoj edhe djathin në kubik që kam këtu. Ja. Më duhet tani të shtoj heqim pjesën e lëkurës. Kemi zgjedhur nga shporta jonë tona sallamin birra, një sallam me mish të përzgjedhur, që shkon në gatimet e mëngjesit me vezën e skuqur, shoqëruese me një gotë birr, apo dhe në një recetë të tillë siç është kjo tavë, që po tregojmë, pra një riciklim i bukës së ndenjur, po ashtu dhe një recetë e re në kuzhinën tonë. Të gjitha në kubik edhe djathin e picës e kemi të grirë në rende, po ashtu
edhe salamin birra. Mund të zgjidhni cilën të doni nga shporta e tonës, pa dyshim që po. Do të vini re atë kombinimin e erëzave, që përdoret për çdo produkt, që ka unikalitetin e vetë, pa dyshim. Prosciutot edhe salamet. Jetë pak të thrimetun? Atë, i çfarë, në thërimet të shkoj. Ja. Do të shkrin këto djathra dhe në fund fare do të kemi atë masën. Do dalë një super shije. E shpejt. Ma Albana, haruam neve? Haruam i mozën. S'ka gjë, mos e pjekje është. Pjesa e sipër më duhej e duhur. Ajo është pjekje tamam. Ta le të ftohet pak të këtu, që ta hedhim, që ta tregojmë më pas, e përmbysim pjesën e bazës, dhe mbas e përdorim të ngjyrën e verdhë. Shpandaj thash, mos u djathin, dhe direkt për në furr, direkt për tek e nivelojmë që kështu, direkt në furr. Kaq. Po gati receta, tregojmë së bashku dhe një herë çfarë përmban kjo tavë me bukë dhe salam. 2 kokra vezë, 200 ml qumësht, 200 gram salcë e trash, 200 gram salam, 200 gram djathë në kubik, 100 gram djathë i grirë, 2 feta buke ndenjur e prerë në kubik dhe e pjekur, që të thahet më shumë, krip, piper i zi. Të gjithë produktet i bashkojmë në një tas të madh, duke i shtuar me radhë sipas renditjes që është bërë në këtë tabelë. Më pas i vendosim në tavë, i shtrojmë në tavë dhe direkt në pjekje. Po e vendos që të vazhdoj pjekja dhe ne të kemi mundësi ta servirim në fund fare. Vazhdoj procesi në 200 gradë Celsius, e kam vënë 210, në 200 gradë Celsius të piqet dhe të serviret ashtu si që duhet. Ndërkohë, fot, tek receta e tretë, nga torta mimoza që do përfundohet pak më pas, tava u përfundua, tani çfarë kemi? Kemi këmkuqen. Tuman kuqe, moj belo, dhe bëj me sy, ma bëj me dorë. Ja, tu jemi. Nga tumakuqe në këmkuqe, është një recetë e vjetër e vjetër e çamëris. Po. Shumë kollaj. Aq kollaj, merr atë shtresën e kuqe. Derisa unë i bëj gjithë produktet, ti më gjen një tavë. Po. Tregojmë edhe tabelën e produkteve të këmkuqes me djathë sipas traditës çame. Shumë pak produkte kanë recetat tona tradicionale dhe shumë shije. 500 gram miell, marrim edhe një tavë, 500 gram miell, 300 gram djathë të bardhë, një gotë vaj ulliri, një gotë ujë, një lugë e vogël, një lugë çaji sodë dhe krip. Pra, ujin, sodën, kripën, vajin. Pra shumë kollaj, Shtoj mielin. Mielin ku e shtoj unë tani këtu. Po. Pa, e shtoj mielin unë. Do të ta përdrosësh me sitën, që të jetë më i imët. Cilin miell kemi marrë nga paketimet Ola? Unë kam marrë bardhën, farinat. Pa aromë. Po. Pa aromë vanilje. E përzjej. Mirë. Të shtoj të djathi. Ka që produkte paska? Shumë pak produkte. Shumë pak mund të shtoj këtu. Po.
Djatin do ta thërmojmë? Atë te brumi, besoj. Djatin e thërmojmë. Që të bëhet një masë. Tip pulakçi del kjo, apo jo? Po. Dhe sa të marri atë shtresën e kuqe dhe piqet në furr, duke i thënë një ngjyrë pak më të theksuar. Mohet mirë djathi, bashkojmë të lyejmë edhe pak tavën. E largojmë. Një përzierje. Dhe në furr, për të pjekur. Dhe në furr. Marrim edhe bukën dhe ta sjell, po duhet të lëmë të ftohet edhe pak ndoshta. Sati, ma e po këtu sati të shtrosh të, rregullojmë në banak, ndoshta për duke patur kontaktin e letrës me banakun, mbas e ftohet më shpejt. Rregulloje ti, filloje sa të bëj unë gjërat këtej. E shtrojmë në tavë gjithë masën e brumit, që përmbante sasinë e ujit, kripës, sodës. Më pas tërmuam edhe një copë të plot djathi, që të ndjehet në shije. Masa do të jetë pak më e ujshme se sa një brum pulaqi. Kështu. Sigurisht do ta spërkasim edhe me vaj në pjesën e sipërme. Dhe do ta vendosim në furrë për të pjekur. Shumë në rregull. Tani më jep ti në furrë atë edhe unë kremrat këtu direkt. Tortën mimoza. 2 tava kemi në furrë, të parën me bukë dhe sallam, të dytën këmbkuqe. Vazhdojmë të piqen, rregullojmë dhe temperaturën dhe shpresojmë ndoshta do të marrin ndonjë faqe të kuqe remt për t'i treguar. Në të kundërt, në vazhdimin e rrezës gjatë bisedës do të jetë tryeza jon gati me tavat e pjekura. Është ftohur në çik baza? Është ftohur, është në rregull, kështu si duhet. Dhe ndërtojmë tani tortën mimoza. Kremin pana. Sa kohë kemi, më thuaj pak? Kemi gati 10 minuta. Atëre, më duhet jepi formën e dur. Sërish që të vendoset. Ose më pak se 10. Të vendoset. Atëre unë nuk do luaj, se dua ta mbaroj. Pra mbulohet, është baza që u poq, shtrohet kremi, sërish një bazë tjetër, që ka edhe këtë ngjyrën më të verdhë. Të trazoj pak kremin, e kemi ndezur? Jo, do ta lëm atë, sepse është e hollë shumë. Po. Do ta lëm të trashet edhe pak, dhe më pas do t'i vendosim kokrizat e mimozës, që themi ne, nga baza. Ne mos të vonohemi, prandaj. Ndërkohë kemi përgatitur mënjan edhe shurupin, tek i cili do të vendosim disa pika shurup, sheqer dhe ujë ose sherbet, ndryshe pa aroma të tjera, sepse i shtuam aromat tek kremi, aromën e vaniljes kur përzihem vezët. Gjithsesi, nëse e doni pak më të theksuar aromën e gjithë secilës, mund t'i shtoni edhe një fetës limoni, sherbetit, po ashtu edhe kanellën, shkopin e kanellës. Masa e gjitha, torta, do të qëndroj në frigoriferë, do të mpikset padyshim për të prerë kollaj në fund fare. E mbulojmë totalisht me fërmijat e bazës.
Ti prisni kështu, ndërsa do t'i lini më tepër të ftohen, do t'i keni më kollaj për t'i thërmuar. Ne po e shpejtojmë duke qenë se nuk kemi dhe shumë minuta në dispozicion për t'i pritur të ftohet. E thërmojmë. Kjo është procesi që jep atë emrin tortës, me thërmijat e pjekura. Për pjesën e bazës që mori dhe këtë ngjyrë edhe ka këtë trajt të tillë, që është shumë e shishme, ne kemi përdorur këto përbërës. I shohim pak së bashku? Baza e kësaj torte janë sasi e vezëve dhe ju e patë se sa vezë përdorëm për përgatitjen edhe të bazës, por edhe të kremit. Miell një seshte, baza që po shtrohet dhe po thërmohet, 240 gram sheqer, vanilje, 8 vezë, pak krip dhe lëkurë e limonit, që mbizotoron në shije. Sherbetin ujë dhe sheqer, dhe kremi pastiqeris me 170 gram sheqer, 5 të verdha vezësh, pra vetëm pjesën e verdhave, 500 ml qumësht, 50 gram një seshte misri, një bustim vanilje, dhe më pas 120 ml pana, të cilin nga gjendja e lëngët e ktheni në gjendje të ngurtë, duke rrahur me raksin elektrik, sepse do të shërbej për këtë masë që po shtrohet në tortë. Se kërkon frigorifer, mos harroni se do frigorifer, dhe ne kemi pa frigorifer këtë gjendje. Edhe pak ndriçimi edhe dritat, ngrohtësia që ka këtu e lëshon atë kremin, ndaj duhet patjetër që vendoset në frigorifer. Në momentin që vendoset në frigorifer, krijohet mpiksja, dhe kur mpikset ne sërish e ngjeshim. E vendos kështu, si që është, sepse po të rridhe më pak, patjetër që pana do shkri, si që po shkrin. Jap një formë. Ndërsa për tavat e tjera, se po i shoh që procesi vazhdon të piqet brenda dy tavave, po ka më tepër rëndësi procesi i përgatitjes, se pjekja pas e tregohet gjatë bisedës së mëpasshme, në të cilën ne do të ndalemi me 3 ishmësues, të cilët do të na rrëfejnë eksperiencën e tyre në arsim, rrugtimin e tyre, sfidat, sakrificat, pasionin për këtë profesion të bukur. Ata janë në pension, por dihet që mësuesi e përjet dhe kur ti kalon në rrugë, ata që i ke ushqyer me dije, patjetër që kanë respektin për atë çka kanë kaluar dhe gjithmonë mësuesit janë të respektuar dhe në memorien e të gjithëve ne, sepse sot nderohet pikërisht kjo figurë që shoqëron këdo në rrugtim. Dhe kush ka dëshirë tani që të bëjë dhe të urojë mësuesin e vet, në kaq pak minuta sa kemi, ja lëm këtë kohë totalisht, duke qenë se edhe punën në kuzhinë e mbaruam, ju presim nëse doni të uroni mësuesin tuaj tani shpejt. Një surprizë ose një urim për ditën e nesërme, për 8 marsin. E pa dyshim për t'i përzier pak bisedat, nuk kemi shumë kohë, mendova se kishim diku te 2-3 minuta, më pas kemi dhe 1 minutë, gjithsesi, na ndiqni më pas për të kuptuar më shumë rreth disa surprizave, momenteve emocionuese që secili prej mësuesve do të na tregojë në studion tonë, dhe mbi të gjitha për të treguar një proces, nëse do arrim të kemi kohë, një proces të deklarimit të ardhurave të gjithë secilit, secili merr një rrogë të caktuar, por ka një rregull tani që deri në fund të marsit kjo rrogë duhet të deklarohet, dhe bashkë me këtë rrogë a do deklarohen dhe burimet të tjera të ardhurash, si për shembull dikush që ka një shtëpi, për shembull me qira apo pasuri të tjera që vijnë jo nga rroga e tyre, si bëhet ky deklarim në Jelbenja, procesi hap pas hapi, ekspertja në ekonomisë do të na tregojë për t'ju ndihmuar sa më shumë dhe që të mos merrni atë gjobën deri në fund të marsit. Të lumshin duar. Tani deri në fund do të kemi mundësi në frigorifer. Tregojmë në frigorifer të pikset torta jon dhe unë ju pres në bisedën pas fleshit informativ.
Ja ku takojmë sërish me Rezen ton, një hapësirë që të dedikojmë ditës 7 marsit, festës të mësuesve. 3 mësues do të rrëfejnë eksperiencën e tyre në arsim, rrugtimin e tyre dhe tani janë në pension si organizojnë ditën e tyre. Sa i mungon, le themi, ora e mësimit, të qenit para nxënësve, sakrificat, rrugtimi tyre i gjatë prej nga ka nisur deri në fund dhe padyshim për të ndarë disa kujtime të bukura me të gjithë ju. Jemi me mësuese Suzana Burja, mirë se erdhët, gëzuar 7 marsin. Faleminderit. Jemi me mësues Qerim Doka, unë po ju thash mësues, pavarësisht se ju e keni mbyllur ciklin, por që mësues për jetë ngeleni. Mirë se erdhët, mësues Qerimi. Gjithashtu me mësuese Nexhmie Karazi Beja. Mirë se erdhët, gëzuar 7 marsin. Kush ju ka uruar sot në mëngjes? Keni marrë telefonata nga i nxënës tuaj? Kemi marrë telefonata, bile edhe me Messenger, me WhatsApp e kolegët kryesisht. Kryesisht kolegët. Si ndjeni sot në ditën e 7 marsit? Dëmëtëm, prej sa vitesh, shumë e shumë, mbi 35-40 vite besoj, që ju çdo 7 mars merrni urimin nga nxënësit tuaj, të kujtojmë pak ndër vite, për shembull, zysh Suzana, ti si e kujton për shembull ditën e parë tënde si mësuese, në cilën klasë dhe çfarë emocione pate ti si mësuese? Unë kam fillu misionin, se unë i them mision, jo profesion, si mësuese në vitin 1981, kam filluar në Bajz të Malësisë Madhe, ku kam punu prej 16 vitesh, kam shërbyer, edhe më pëlqen me thonë që kam shërbyer, se me të vërtetë është një shërbim, edhe me këtë rast, krahas kujtimeve shumë të bukura, të mrekullueshme që kam, unë du të them edhe diçka që s'më është dhënë rasti asnjëherë me thënë. Përveç mënyrës se si më priten kolektivi drejtuesit, kryesisht ato janë të pare që të krijojnë kushte, të prezantojnë, të mbështesin. Unë kisha shku atje si një studente që kisha marru gjuhë letërsi, kishim bërë shumë letërsinë, sidomos të gegnishtes, të ngjarjeve të malësive të veriut, edhe ishim mësuar me atë natyrën që do gjeja ndoshta ato malësore që ishim mësu mikpritës, por ndoshta edhe pak serioz, kështu pak si më serioz se sa ishim mësu në jetën e përditshme. Dhe mas 16 vitesh, unë kur jam largu prej atje, e kam ndjerë veten më shumë pjesëtare atij komuniteti, shpirtërisht flas. Se sa pjesëtare të qytetit ku unë linda dhe u rrita. Sa larg e kishe shkollën? Ishte larg, ishte mbi 1 orë me autobus, ishim të gjithë mësuesit çdo ditë. Autobusi që transportonte të gjithë mësuesit. Po, të gjithë mësuesit, edhe na sillnin përsëri. Por me thënë të drejtën, unë tek ato njerëz pastaj kam pa jo krejt personazhet e librave. Kam parë njerëz të butë, familjar shumë të mirë, kolegë shumë të mirë, edhe mbi të gjitha, unë kur nuk e harroj korrektësinë e tyre. Zysha tani kur kalon në rrugët, shumë respekt për mësuesin dhe mos të harroj, ishim 2 figurat kryesore. Po, pas prindit është e vërtet, pas prindit mësuesi është prindi 2. Ishim shumë të respektuar, shumë të mirë pritur. Të kalojmë që të prezantojmë pastaj më pas ushtruat profesorin tuaj aty, misionin tuaj që doni ta tregoni në këtë formë. 16 vite, pas 16 vitesh ku e vazhduat? Pas 16 vitesh erdha në Shkodër, në qytetin tim, në shkollën Skënderbej, edhe lagja ku unë banoja, kështu që ajo më ndikoi mirë sepse kur njeh komunitetin, krijon marrëdhëniet me njëherë shumë të mira. Dhe më pas, në 2003 kam filluar në Tiranë, së pari si zëvendës drejtore kam qenë në shkollën Lazgush Paradeci, në një kolektiv të mrekullueshëm dhe gjithashtu në një komunitet prindërish, që sot du prap t'i vlerësoj, një komunitet shumë i butë, shumë i afërt me mësuesin. Kjo është rëndësishme, bashkëpunimi. Dhe na kanë respektu. Pra, ta besonte fëmijën, edhe e vlerësonte mësuesin. Qartë. Dhe sa vite keni që jeni shkëputur nga arsimi? Aty e mbyllët karrierën tuaj? Më pas erdha këtu te shkolla Zef Pllumi, dhe këtu kam mbyll karrierën time, dhe këtu si zëvendës drejtore, por nuk e kam për me thënë zëvendës drejtore, por unë kam pas një fat, duke qenë e tillë
kam mbulu problemet edukative në shkollë. Pra nuk kam qenë thjesht një mësimdhënëse dhe duke mbulu këto veprimtaritë artistike, kulturore, edukative, më ka taku që ta njoh më afër botën e fëmijës. Qartë. Të kalojmë te profesori për të treguar rrugtimin e tij në arsim. Sa vite keni që jeni shkëputur nga arsimi? Unë ky është viti i tretë jam shkëput nga arsimi. 3 vite në pension. Si kanë qenë këto 3 vite njërë pas të filloj me karrierën? Se pari duhet t'ju falenderoj juve dhe stafin tuaj, veçanërisht Glorin që u kujtu për ditën e 7 marsit edhe për ne që i kemi dalë në pension. Dhe dalë në pension është pak si e mallëngjyrë, domethënë, sepse të merr malli kur punon për shumë vjet në një vend ose me regjistër në dorë përballë nxënësve, është emocionuese. Ka emocione pozitive, po edhe negative, të cilat edhe... Ju si keni të i kaluar këto emocionet që ju mërzisin, ju përmallin, ju bëjnë më nostalgjik? Unë e kam filluar arsimin qik në moshë shumë të reje, pa mbushur 18 vjeç, me bazë pedagogjike të Tiranës. Pastaj shkollën e lartë e bëm vitet 80 pa shkëputje nga puna. Pra plot sa vite? 25,7 vjet. 25,7, do të 25,7 muaj mësues. Mësues pa e lënë regjistrin nga dora. Çfarë lënë mësues fillore? Unë kam punuar mësues si ciklit ulrit, bile edhe shkollën e lartë, ajo më doli, se unë kisha kërkuar tjetër, po. Më doli për ciklin e ullit, kështu që e vazhdova nga klasa e parë, dege e 4, pastaj ushtu edhe e 5, kështu që u bën shumë vjet që... Në cilat shkolla keni dhënë mësim? Fillimisht unë kam filluar punë tek shkolla e fshatit tim të lindjes, ai quhet Darshen, është 20 kilometra larg nga Tirana, me klasa kolektive. Ishin klasat 2 nga 2, para me 3, dyta me 4. Për shkak të kushteve të tilla ose numrit të pakët të nxënësve, të cilët bashkoheshin në një klasë? Në fillim kam pas klasë 2 dhe 4, 38 veta, se fshati nuk ishte i vogël, përbëhej rreth 600 banor, edhe shkolla kishte, vetëm shkolla fillore kishte 70 nxënës. Po ditët e para ishin një qik edhe emocionuese, edhe... Një djalë i ri 18 vjeçar që jep mësim. Sa ishe unë isha 10 vjet më i madh se nxënësit. E klasës parë, aq ishte. Ishte edhe vështirë, por edhe bukur. Më kujtohet për 7 mars, nxënësit atëherë nuk kishin ku t'i gjenin lulet, kështu që më lidhin me nushaqe, sa ato... Ato janë më të bukura të natyrë. Fare dhe lulet dhe thanës. I përzinin bashkë ata dhe bënin një buqetë dhe abigjen. Po s'kishte gjë më të bukur se kjo. Kështu që ka plot... Më pas nga fshati u transferuat në Tiranë, apo? Në fshatin tim, Darshen dhe Selb, që janë 2 fshatra ngjitur, kam punuar deri në 84, pastaj në Darshen u bë shkolla e mesme, e bashkuar, shkolla e përgjithshme. Dhe kam punuar deri në 83-shin atë. Pastaj në 83-shin, se 89-ën u shkëputa me banim në Tiranë, edhe u transferova në 93-shin, po deri në 93-shin kam punuar në fshat. Nga 93-shi dhe këtej? Nga 93-shi dhe deri se dolëm në pension kam punuar te Vasishanta. Pra, nga 93 deri para disa vite që ke dalë, ke qenë profesori Vasil Shantos, të themi. Ke nxjerrë shumë breza aty. Shumë breza, shumë kujtime, me nxënës të mrekullueshëm. Keni qenë në Kosovë edhe kolegë bashkë me Fusenelin, apo jo? Që në 93-shi dhe ju? Jo, pak më herët. Pak më herët keni qenë? Në 91-shin. Në 91-shin. Kam ardhur në Vasil Shantos. Apo... Tani. Që ta kalojmë tani tek Fusenegji, karierën e saj. Ku e keni nisur dhe sa vite keni që keni dalë në pension njërë? Unë kam 6 vjetë që kam dalë në pension. Kam punuar në arsim 22 vjetë. Pa ndërprerje.
Fillimisht kam mbaruar shkollën e mesme pedagogjike 17 nëntori këtu në Tiranë, dhe me njëherë, në atë kohë, kjo ishte shkolla për mësues të ciklit ullët. Në më thënë ishim me titullin mësues. Dhe me njëherë u emërova në një fshat të Krujës, që quhet Bilaj, në fshatin Bilaj të Krujës. Atje, si që tha dhe, shoqja gjeta një kolektiv të shkëlqyer, sepse unë isha në moshë shumë të re, 18 vjeç, aq më mbaroj shkolla e mesme dhe më kanë mbajtur aq afër, më kanë ndihmuar aq shumë, sa që unë po i përshëndes dhe sot nga ekrani, sepse ishte kolektivi i parë që unë fillova punën time. Pas disa vitesh, u transferova në fshatin Budull po të Krujës, sepse fshati Bilaj ishte shumë larg vendbanimit tim. Unë banoja në Prezë. Atëherë në ndihmonin. Dhe me thamë, kush ishte larg? Në qoftë se hapen dhe një vend pune, na çonin afër shtëpisë. Ishte një ndihmë për ne. Dhe në Budull kam punuar 9 vjet me radhë. Ndërkohë, në atë kohë, në vitin 1981, hapet për herë të parë fakulteti i mësuesisë për ciklin e ullët. Dhe unë mendova që të mos të rrija me një arsim të mesëm, por të vazhdoja shkollën e lartë për ciklin të ullët. Pra, e latë për momentin profesionin e Nuk e latë profesionin, kam vazhduar me korespondencë. Sepse ato që ishin student që mbaronin vitin e 4 filluan direkt, unë isha një ndër studentet e para të degës së mësuesisë për ciklin e ullët në Shkodër. Dhe atje mbarova sipas kohës që ishte, ndërkohë që isha në Budull. Pasi mbaruat këtë shkollë, ku transferuar dhe në cilat shkolla? Unë akoma vazhdoja të rrija në Budull, kam ndetur prej 9 vjetësh. Pas Budullës jam transferuar në Fushkruj. Gjithmonë për të ndihmuar, sepse u martova në Tiranë dhe përsëri duhet shkoja me autobusin. Dhe sa më afër Tiranës, sepse atje kishte autobus. Kurse kur shkoja në Budull, kisha një rrugë të gjatë në këmbë. Pavarësisht largësisë që keni patur secila për të dhënë mësim, pasioni dhe përkushtimi juaj ka qenë aq i madh sa nuk ju duhet të keshë fare rruga e largët. Nuk e shikonim fare këtë distancën, ndjenim një kënaqësi, ishim dhe të rinj, domethënë nuk e ndjenim fare atë lodhjen kur i thëmë muhabetit, dhe pas Fushkrujës kam ndetur një kohë të shkurtër kohore në Fushkruj. Sa po diplomova, erdhan në Tiranë. Ku vazhdoj pastaj gjithë karriera juaj si mësuese? Për 27 vjet në shkollën Vasil Shamta. Të pashkëputur. Pashkëputur fare deri sa dola në pension. Garite se sa breza të dy kolegë, për të folur edhe pak për marrëdhënien mes kolegësh se si janë tani pasi keni dalë në pension, kemi vetëm një shkëputje të shkurtër fare të dedikuar dhe rikthehemi më njëherë. Pavarësisht se mësuesit kanë dalë në pension, sërish ruajnë atë nostalgjinë dhe marrëdhënien me kolegët, pse jo dhe me nxënës. Për shembull, zy Suzana, të ka ndodhur të takojnë nxënës në rrugë, të mbajnë mend? Sigurisht. Që ka qenë rastësi takimi me ta? Edhe rastësit, mund të tregoj episode shumë të vogla, një ditë duke prerë rrugën tek vijat e bardha, ndalova se po vinte një polic me motorin e vet, edhe unë prisja, ai mund dalë te këmbët. Në moment thash ç'ne, edhe i bana me dorë, kalo. Ai hoqi atë kasën, edhe Zana. Ai ishte burnu, ishte nxënësi imi këtu të Xefplumi, ishte shefi policisë rrugore, zbriti prej aty, u përqafum, domethënë një kënaqësi e paparë. Thjesht i kupton respektin, asgjë tjetër. Pra ai që të ndalon. Ke lënë në memorie në rrugë nuk diskutohet. Ajo është shumë mirënjohës janë fëmijët. Edhe unë këtu duhet të tërheq pak edhe vëmendjen e të gjithëve, edhe prindve dhe mësuesve dhe gjithë shoqërisë. Mos harrojmë asnjëherë se fëmijët janë vërtet shumë mirënjohës. Por sa jemi ne të zotët, prindërit, mësuesit, gjyshërit, të gjithë bashkë, fëmijët i drejtojmë në rrugën e duhur, të dinë ç'është respekti, të dinë ç'është mirënjohja. Ti ushqejmë me atë dashurinë për figurën e mësuesit, jo pse unë isha mësuese vet. Se unë kam pas dhe mamën mësuese dhe ajo vazhdimësia të jep më shumë eksperjenca. Por të punojmë me shpirtin e tyre që t'i bëjmë të afërt, të dashur, të ngrohtë me ne, por edhe ta dinë vlerën. Ta dinë
edhe deri ku është kufiri me mësuesin. E vërtet. Dhe për këtu do të ndalem, duke qenë se ju jeni të tre mësues që keni kaluar disa breza. Po. Dhe brezat kanë ndryshuar. Po ashtu edhe autoriteti i mësuesit është vënë në pikpyetje në kohët e fundit sepse është diskutuar shumë. Si mësues të disa brezave, e keni ndjerë, nuk keni shumë shkëputje, shumë vite që keni shkëputur nga arsimi. Pra keni prekur dhe brezin e gjeneratës. Po, gjeneratë re. Si ka ndryshuar breza dhe raporti me mësuesin? Raporti ka ndryshuar goxha, domethënë, por prapë ndjehet ajo dashuria e nxënësit për mësuesin dhe e mësuesit për nxënësin. Ato nxënësit e parë të mi të kohës së fshatit, ata janë bërë gjyshër sot, edhe prapë kur i takoj ndjeni një farë respekti. Kurse këtu, ka qëlluar që unë e kam shpinë afër Vasishantos edhe për ditë, kur lëviz në për rrugë shumë, hidhem qafë atë, unë qa si njofë edhe nuk i mbajnë mend emrat. Si mbajnë mend, së është një. Si fytyra edhe mbajnë mend, po qa si mbajnë mend, po përqafojnë në rrugë. Bashkë me mësuesen Exhin keni qenë kolegë për shumë vitesh tek Vasishanto. Madje më thatë që keni studiuar, mësuar fëmijët e njëri tjetrit. Po. Kur erdhi profesor Qerimi në Vasishanto, më thotë që zysh Exhi, po flas zysh mësuese, më thotë dua të besoj vajzën time. Besoj do jesh e kënaqur. Dhe erdhi një fëmijë i sjellshëm, i edukuar. Po mbi cilësia kryesore ishte këmbgulja. Aq këmbgul se për të arritur rezultatin maksimal që ti thoshe ky është fëmijë i vogël dhe pse e ka këtë ndjenjë. Po e mbanit edhe pak me atër apo jo? Ne që kolegëve si mban do të jesh më korrekt. Unë kam mësuar shumë fëmijë, kam mësuar dhe niprit e mi. Në një emër kështu të njohur keni kaluar nëpër klasa? është thot një personazh i njohur nga eksperienca juaj? Kemi edhe. Glori, për shembull, Glorin e kemi gazetarin tonë, keni dhënë mësim. Po. Glorin kemi pasur. Edhe unë dhe Qerimi. Edhe ju të dy, pra. Dhe një emër tjetër kështu personazh publik, se Glori është jo publik, po them. Tani që kanë dalë mjek, punojnë mjek, po kemi edhe jashtë shtetit, unë kam sjell një letër këtu që më ka shkruar Fiona Sheha, quhet. Po, ishte nxënëse juaj në Vasishanto. Vasishanto dhe ishte... Dhe ju e ruani këtë letër prej sa vitesh që nga kjo letër? Prej 20 vitesh. 20 vite pa para. Prej 20 vitesh unë e ruaj këtë letër aty, sepse ishte emocionuese kur më erdhi zarfi në shkolla. Thash, kush e solli këtë? Kur vreju, kjo ishte vajzë e vet me 2 prindëve të shkolluar. Mamaja mjeke, baba ishte inxhinier elektrik, por u doli lotaria amerikane, edhe ikën në Amerika. Pas 3-4 vjetësh, shumë vjen letra mua. Mund ta ndani me ne, profesor? Patjetër. Mund ta lexoni ju, nëse nuk mundeni e lexoj unë? Jo, lexojeni ju. Ju këtë letër e keni publikuar... Që nga viti... 21/1997. 97, po. Ju e keni publikuar edhe në Facebookun tuaj para ca kohësh, sepse keni kërkuar kontaktin e ish nxënëses tuaj Fiona Shehaj, në mënyrë që dhe ajo t'ju kontaktoj tani pas 20 vitesh. Sot kishte mbaruar për mjekësi atje, edhe punonte mjeke kardiologe në një spital në Washington. Në Washington, dhe ju nderoj dhe emocionoj me këtë letër. Unë do doja ta lexoj edhe për publikun. I nderuar dhe i dashur mësues Qerim, sot që po ju shkruaj, ndodhem shumë mirë dhe shpresoj të njëjtën gjë për ju. Më fal në qoftë se nuk kam shkruar më përpara, por kam qenë e zënë me mësime. Këtu në Amerikë, mësimet janë me pak punë, por me shumë logjik. Provime kemi shumë, rreth 100-150 në vit. Nota më e lartë është 100. Mësues Qerimi, shpresoj që kartolina ime t'ju pëlqej. Të lutem, jepja edhe mësuese Qamiles dhe mësuese Kujtimes në qoftë se ke mundësi. Bëj shumë të fala prej meje dhe familjes time. Mos kujton se i kam haruar. Mësues Qerimi, ju ishit një nga mësuesit më të mirë në të gjithë shkollën dhe prandaj nuk do t'ju haroj. Më kujtohen ato 4 vite të bukura, kur bënim konkurse, olimpiada, provime dhe shumë të tjera.
kujtime të paharrueshme. Me kaq po mbyll letrën duke u bërë të falat të gjithëve që pyesin për mua. Gëzuar vitin e ri, suksese dhe lumturi kudo, Fiona Shehaj. Si u ndjet kur e lexuat këtë letër, profesor? Edhe ju e ruani prej 20 vitesh të letër në sirtarin tuaj. Edhe tani jam i emocionuar, jo vetëm atëherë. Nuk keni arritur të gjeni kontaktin e Fionës? Unë e kam gjetë kontaktin, por nuk keni mundur ajo është e zënë gjithmonë me punë, edhe s'kemi arrit domethënë që të kryejmë në bisedë kështu. Nëse Fiona Shehaj, rastësisht, si dihet, rastësia është e bukur, e ndjek këtë emision dhe ish mësuesi saj Qerim ka publikuar letrën, mund të na kontaktoj padyshim dhe ne do përpiqemi që ndoshta edhe në ditët e vazhdim të kthej dhe të keni një komunikim, duke qenë se e ka kërkuar profesori këtë dhe me shumë këmbgulje edhe në rrjetet sociale. Ishte shumë e bukur si kujtim që e ruani. Ndërkohë, në tryezën e mësuese Suzanës, shoh kartolina të ruajtura prej vitesh nga ish nxënësit tuaj. Por i riktheheni, i lexoni në kohën e lirë tani që jeni unë me thënë drejtën i maj në të gjitha bashkë në raftin e librave në shtëpi, edhe çdo ditë syri ti prek, nuk është se e prek për ta lexuar, për ta hap, mjafton kaq të lidh me kujtimin. Po kujton që shiko, kam qenë një mësuese e respektuar e dashur, më ka dhënë kartolina, i lexoj për të kujtuar me nostalgji atë periudhë. Herë pas here, por flas edhe një kontakt me sy është i mjaftueshëm për të kujtuar çfarë ke aty brenda. Unë nxora një prej kartolinave shumë të vogla që më ka bërë përshtypje kur isha në shkollën Lazgush Paradeci. Me nxënësi gjithmonë i thoja Lazgushin dhe Migjenin, unë i kam dy autorët më të dashur të shpirtit tim. Mirë po, nxënësja ishte kujtu dhe në një kartolinë që më dërgon, më thot mes të tjerave, po ta dërgoj këtë kartolinë, thot duke të përshëndet me vargjet e atij që ti e do më shumë. Lazgush Paradeci. Kështu që nxënësit them se janë shpesh herë të vëmendshëm për çdo fjalë që ne e themi, që na duket sikur ajo po kalon lehtë, jo, lën çdo gjë lë gjurmë. Çdo fjalë, çdo sjellje, çdo veprim, çdo komunikim me ta. Dhe kjo zgjedhje ka qenë që ty do të bëj përshtypje, të emocionoj si mësuese. Me emocionon se them e pasa qenë shumë e vëmendshme ndaj fjalës. Ose një nxënëse Marsida Hoxha, për shembull, që unë sot nuk e kujtoj kush ka qenë se nxënësit janë brezat kalojnë shumë dhe mes të tjerave më thot faleminderit për përkushtimin tuaj ndaj meje. Pra veprimi ka qenë ndoshta pak më personal me të. Kështu që nguli kam te kjo që fëmijët janë jashtëzakonisht shumë mirënjohës. A jemi ne të rriturit, ti drejtojmë ku duhet. Po, ti mësojmë të jenë të tillë, ti mësojmë të jenë të tillë. Tani që jeni në pension, në kaq pak vite sa keni shkëputje, se mbas edhe në vitet e mëparshme do të duhet të kuptohet se sa nostalgji madhe dhe ju lë kjo shkëputja. Si e organizoni ditën? Për shembull, ju si koleg, takoheni dhe me ish kolegë të tjerë, keni bërë këto takimet e brezave? Biles, kemi dhe një ditë të mërkurave, që takoj me ish mësuese pensioniste të shkollës Vasil Shanto, shkojmë bëjmë biseda bashkë me njëri tjetrin dhe ndjehemi shumë mirë. Megjithëse unë, me thënë të vërtetën, vazhdoj të punoj privatisht. Vazhdoni, nuk keni shkëputur totalisht? Nuk jam shkëputur. Kam bërë pushim vetëm një vit, për ta shijuar dhe një çik atë qetësina, si të them, dhe nuk e gjeta vetën në shtëpi. Nuk e di pse. Më thënë, pasioni për punën tek unë vazhdonte, edhe pse kisha arritur frymëzimi dhe mesazhi për ata që e përjetojnë, ka shumë, jo vetëm mësues, po individ, të cilët kur dalin në pension e përjetojnë pak... Nuk e përjetova mirë daljen në pension. Nuk e përjetua mirë. Dhe asnjëherë në Vasil Shanto nuk tregova që dal në pension. Biles drejtoresha, një grua nderuar, e respektuar, Mimoza Hamza, më vinte te dera dhe më thoshte, të kemi dhënë një karike, plotësoj regjistrin, sepse të shikoj gjithkohës në këmbë. Edhe unë që i thoja me fjalë të thjeshta, vërtet unë dal në pension, po këto fëmijë kanë të ardhmen përpara, kështu që unë nuk kam pse ta mendoj këtë pjesë. A e shohin sot mësuesit e rinj, profesor Qerimi, profesionin e mësuesit si mision? Apo ju keni qenë brez tjetër dhe themi që s'ka si mësuesit e më parë? A vazhdojnë të ekzistojnë? A kemi mësues si ju? Si brezi juaj? Nuk vazhdojnë.
Nuk vazhdon. Unë kam thënë edhe në një intervistë më përpara, para se dal në pension, që diga më pak e kërkuar është diga e mësuesisë. Dhe më vinte keq kur dëgjoja që ishte për matematik vetëm një kërkesë këtë vit. Ose për fizik që s'kishte asnjë. E për mësuesi të ciklit ullit shumë pak. Shumë pak. Se si pas ju shkaroj një kërkesash për mësuesi? Aq më keq që nuk po ka meshkuj mësues. Elementi mashkull te mësuesia është pothuajse në zhdukje. Po ka mësues meshkull. Gjë e cila është një faktor që ndikon edhe në të ardhmen, në breza. Në të ardhmen e breza, po zhduket profesioni i mësuesit, jo i mësueses. Që dikur ka qenë ndër nga profesioni më i kërkuar, ishte i nderuar, ishte mësues. Që në vitet e para, pas fjalimit të famshëm të 97-s, mësuesi u thirrte ta them unë zotni. Po. E kupton ti? Kjo ishte, çonte dorën nxënëse ta them unë zotni. Ishte mësuesi ai që quhej zotni. Qartë. Llogarit se sa lart ishte figura e mësuesit. E vërtet. Do doja që të shkëputemi për pak publicitet, reklama dhe ta vazhdojmë bisedën me ju të tre. Ndërkohë mund të shijoni kafen mokador që kemi në tryez, duke bërë një bisedë të thjeshtë me ish mësuesit, por që na japin mesazhe shumë të bukura. Pas publicitetit rikthehemi përsëri. Jemi përsëri me mësuesit, me ish mësuesit tam për të treguar edhe këtë diferencën me ju, po e vazhdojmë profesor, duke patur parasysh që ju e shpreh si problematik mos kërkesën ndaj profesionit të mësuesit, autoriteti i mësuesit sot. Do ta vazhdoj aty, domethënë që kërkesat për mësuesi janë shumë të pakta dhe kjo vjen jo kot, domethënë nuk ndodh kot. Ndodh që sigurisht paga është ajo që stimulon kërkesën. Këdo që punon, patjetër. Këdo që punon është paga ajo. Edhe rritja e pagës me pikatore na ka sjell deri këtu që studentët e rinj e nënvlerësojnë si dek, duke qenë se ose të shkojnë për mësuesi një student me mesatare 6 ose 7, për mendimin tim nuk është e mirë. Nuk është e mirë sepse studenti i mirë e para duhet jetë atje ke mësuesia. Mësuesia është i pari. Për vetëm shkak dhe arsye se mund të jesh mjek, mund të jesh agronom, mund të jesh infermier, mund të jesh oficer, por mësues nuk je. Nuk bëhesh. Çfarë bën? Cilat janë karakteristikat e një mësuesi të mirë? Që kur themi ne ai është mësues ose mësuese e mirë. Çfarë duhet të ketë ai mësues? Mësuesi duhet jetë i lexuar. Që do të thot, programi i mësuesisë ka pedagogji, psikologji plus lëndëve të tjera, të cilat të formojnë për dalë një mësues i aftë dhe i devotshëm për nxënësit që do kesh përpara. Pse nuk e shohim atë përkushtimin e brezit tuaj tek mësuesit, duke qenë se her pas here diskutohet edhe kjo pjesë, e lidhur me autoritetin pastaj që ka ndaj nxënësve, një brez i vështirë duhet thënë krahasuar me brezat e mëparshëm, pra janë shumë faktorë që ndikojnë dhe te kjo qasje. Unë i desha të vazhdoj pa përsërit profesorin, desha të vazhdoj që një ndër elementet fillimisht është për mu tek mësuesi, po ndalemi më parë, komunikimi. Mësuesi duhet të ketë jashtëzakonisht shumë kujdes me komunikimin. Pse? Nëpërmjet një komunikimi të mirë, ai e bën nxënësin për vete. Nxënësi hyn në orën e mësimit me dëshirë, e ndjen mësuesin, e ngjon, e përthith atë që jepet, dhe nuk rën as i stresuar ose i mërzitur, se sot brezi nuk është se e ka frikë dikush mësuesin siç është thënë dikur. Kjo s'bëhet ma fjalë. Por kur kemi qenë në bangat e shkollës, kur kam qenë e vogël, dritesha nga autoriteti i secili prej mësuesve që hynte në klasë. Ndoshta edhe këtu duhet nalem pak. Të gjithë kemi pas mësues që i kemi pas frikë dikur. Unë akoma i kujtoj edhe urrej atë pjesë që na kanë ngacmu emocionalisht. Pse unë kisha frikë mësuesin. Dhe këtës do të kisha dashur me pas asnjë fëmijë kurr. Sot thash brezi ka ndryshuar, nuk e ka frikë. Edhe shumë mirë që se ka frikë dhe për mua kjo është arritja.
Por mësuesi sotëm duhet ketë shumë kujdes me komunikimin. Pra ta afroj nxënësin, ngrohtë, ëmbël, dhe që ta afroj mësuesi, i pari është prindi në shtëpi që duhet flasë shumë mirë për mësuesin. Po. Duhet ta edukoj fëmijën e vet me dashurinë për mësuesin. E vërtet. Dhe asnjëherë prindi të mos i rrëshqas një fjalë, edhe nëse mbrenda vetes e ka, nuk duhet i rrëshqas në praninë të fëmijës. Gjithçka i mund ta komunikoj me mësuesin vet, por jo në praninë të fëmijës, sepse në sekonda fëmia e humbet krejt respektin, ti puno sa të dush, aty është ngulit ajo fjala që ka thënë mama në shtëpi ose babi ose dikush tjetër, kushdo. Pra, për edhe mua fëmijët e reflektojnë, sa ndodh në momente fillore që ju shprehen fëmijët për gjitha problemet që ato ciklin fillor shprehen janë të sinqertë. Edhe të rriturit. Kështu që për mua është familja e para, të ndikoj shumë tek fëmijët, edhe të mos harroj familja se fëmia kalon shumë orë më tepër me mësuesin se me prindin, se rrin 6 orë në shkollë. Dhe prandaj them ushqeje me dëshirën. Në klasë, një fëmijë ndryshe në shtëpi. Prandaj duhet dhe një komunikim shumë i ngushtë, një treshe e fortë, prind edhe mësues. Mësuesi, unë them që ka nganjëherë mision më shumë se prindi. Do thush pse? Po ka dhe prind që nuk shkojnë deri në atë nivel formimi ose edukimi, pra jo të gjithë për mos sjell mirë me fëmijën. Dalte fjala jote, ndryshe sillet në shtëpi. Ka një logjik. Prindi është më autoritar. Fëmijët në shtëpi tërhiqen. Pse? Sepse prindi e ngri zërin. Mësuesi jo. Dhe duke mos e ngri zërin, fëmijët kanë filluar me bë një dallim. Prindin e ka frikë në shtëpi dhe rrin me urdhë. Në klasë ai hapet krejt, por i kalon edhe normat dhe harron se ku është kufiri i tij. Pra deri ku janë të drejtat e tij, por më vjen keq që fëmijët sot nuk kuptojnë se ka të drejta mësuesi. Po, e vërtet, sepse kjo gjë nuk diskutohet në familje. Që në komunikim, që mësuj në mënyrën se si e thëret mësuesin, si tha profesori. Mësuesi është thanë zotni. Unë nuk them thuj zotni, mësues mu më pëlqen me më thirr zysh, nuk dua asgjë tjetër dhe më duket shumë madhështore si fjalë. Por respekti duhet patjetër. E vërtet. Dhe kjo vjen vetëm përmes komunikimit, edhe kësaj lidhjes fort, prindër, mësues, edhe nxënësit. Në lidhje me këtë përkushtimin, devotshmërinë, a janë sot mësuesit më të stresuar, më të ngarkuar se brezat keni qenë ju? Dhe jo, unë duhet ta... Vështirësitë nëse i krahasojmë vështirësitë ndër brezat, duhet ta nis me një thënie të një ministri, por nuk e di se kush e tha, po që për mendimin tim është skandaloze, nuk mund të thush që prindi është mbreti, mësuesi ushtari. Që këtu duket që sa poshtë bie niveli i mësuesit ose figura e mësuesit përpara nxënësit. Siç tha edhe Zysha që nxënësi ngret zërin, mësuesi i ul zërin. Po nuk shko kështu. Se cili ka detyra, ka të drejta. Merr autoritetin e mësuesit. Nuk kemi arritur akoma që të njohim kush janë detyrat dhe kush janë të drejtat. Deri ku shkojnë ata? Teorikisht thuhet që drejta jote shkon deri atje sa nuk cënohet e drejta tjetrit. Por faktikisht nuk zbatohet. Thuhet në edukatën qytetare kjo, por nuk zbatohet. Keni patur në eksperiencën tuaj raste se keni kaluar breza të tërë dhe këtë brezin për cilin po flasim që nuk ka këtë respektin e dikushëm ndaj autoritetit të mësuesit. Si keni reaguar në situata të ndryshme? Keni patur element ose mësuesi është e vërtet që mban më shumë mend nxënësin më të mirë dhe nxënësin më të keq? Është shumë e vërtet. Sa të tillë keni në memorie? Të mirë dhe të keq. Në mësime po flasim, se shiko, ka plot raste të tilla, sidomos kohët e fundit ishin shtu tepër. Që ishte nga fundi dilte në fillim, i binte me çok kokë atij fillimit. Kishte plot raste, por unë nuk kam qenë asnjëherë për ta nxjerrë për jashtë, se ku ta çosh për jashtë, dil jashtë. Nuk kam qenë asnjëherë për këtë që nxirre jashtë, se ku pa e çon. Çfarë masash merrje kështu kur jo, masat ju të dënojë diçka ose të vije përpara disiplinës? Sa nganjëherë kështu bënim edhe humor për të shkarkuar çik emocionet e tjerëve, që këta ta dënojmë të hajë një biskot pa marrë frymë. E vazhdo kishte ca gjona kështu, domethënë po
janë situata qik të vështira. Shumë të vështira. Për ju, mësuse? Tani, nxënësit e mirë mbajnë mend. Mbajnë mend dhe nuk harrojnë asnjëherë. Kurse nxënësit më të vështirë kujtohen për përpjekjet që ne bënim për të arritur në nivelin e të tjerëve. Unë për shembull kujtoj një nxënëse të klasës parë, në klasën e parë domethënë, një Nina Ametaj, se po përmend dhe emra, ajo sot është studente në Fakultetin e Mjekësisë dhe është absolute. Dhe ajo çdo ditë mësonim një shkronjë, të nesërmen sillte një poezi për mësuesen e gjë. Edhe lexonte para gjithë shokëve. Dhe ndikonte aq shumë te fëmijët e tjerë dhe të gjithë po përpiqeshin të bënin virsha, të thonin fjalë të bukura, domethënë dhe është e paharrueshme si fëmijë. Ashtu ka raste plot, po kjo më bënte përshtypje se sa ditë filloi shkolla në shtator dhe u mbyll në qershor, unë aq virsha kam nga ajo. Dhe unë mendoj që të gjithë këto shkrime të fëmijëve ku këta shprehnin dashurinë, mirënjohjen, mendoj ti mbledh të bëj një botim me to. Super, të ishte shumë e bukur. I kam të ruajtura të gjitha, çdo gjë që unë merrja nga nxënësit e fusja në dosje. Me emër, klasën, vitin. Dhe kam shumë dëshirë që të votoj këto shkrimet e fëmijëve. Pushimi, reflektimi. Tani po i seleksionoj, po i rregulloj, edhe po i bëj gati për shtyp. Na ndihmojnë edhe kështu, sepse për shembull, kur unë e mbylla, domethënë ciklin e arsimit, dola në pension, ditën e fundit ka qenë një ditë shumë e bukur, ka qenë dhe profesor Qerimi në klasën time, një nxënësja ime krijoi sipas mënyrës vetë, se të vegjël ishin 70 gjëgjëza. I krijoi vetë? I krijoi vetë. Ja ku e kemi këtu. Është kjo. Ashtu? Ju keni një kujtim tjetër tani nga ish nxënësit tuaj? Një stilolaps? Një stilolaps i personifikuar, personalizuar kjo, që ma ka sjell kjo nxënësja që sa notat keni vënë me atë? Nxënësja ime që se profesor ne uftuan. Kjo quhet Ensi Sinjari. Po, Ensi Sinjari. Ensi Sinjari. Ajo e prezantoi librin, ne organizuam një aktivitet ku çdo gjëgjëze saj u recitua nga nxënësit e klasës, nga 2, se aq ishte numri i për të gjetur nga të tjerë. Po, aty u organizua me drejtori, me mësues të shkollës dhe që një moment unë jam dirë, nuk dita të regoj, nuk dita për shkruaj. Po ishte gjyshi ai që nxitse. Prandaj duhet ta mbështes këtë që tha Zysha, që familja dhe prindi duhet të jetë në nivel e duhur. E vërtet. Jo, tani po bëhet detyra ti futë ke dhoma jote atje, më jepin në telefonin me vete edhe rrim rehat se kemi ngarkesë. Ndërkohë, Zuzana, ju keni punuar dhe me fëmijë të familjeve të ngujuara, apo jo? Kam punu, kam pas fatin me qenë një pjesë i një grupi multidisciplinar, e fillum në Shkodër, po qendra ishte në Tiranë, dhe kur erdha në Tiranë, përsëri kam vazhdu. Si ka qenë ajo eksperiencë për ju? Unë do thoja që trajnimet e tilla duhet me ba me çdo mësues, sepse ajo ishte për fëmijët e ngujuar, faktikisht që kanë vështirësi jashtëzakonisht të mëdha, por e bën mësuesin ta shoh fëmijën me një sy krejt tjetër. Unë prandaj ngulmoj shumë jo te informacioni, se mësuesi informacionin e jep, do ta gjej dhe mënyrën për ta dhënë, për të krijojmë fëmijët njerëz, fëmijë të mirë të edukuar, sepse kur janë të tillë edhe shkolla duhet. Ai do ta doj librin, do ta doj mësimin. Mu më ka niku jashtëzakonisht shumë për formimin tim fillimisht, por pastaj mësuesi e kalon këtë e përcjell. Dhe në lidhje me këtë mund të them 2 raste. Mësuesit folën kush mahet mend më shumë, ne kena pafund zonës, me hy duhen shumë orë histori. Unë do të tregoj vetëm 2 raste, ndoshta pak ekstreme. Isha mësuese në kombinat, dhe një ditë në borë një gjoj një vajzë që përdorte një fjalor krejt jashtë orbite, i thojsha unë, dhe unë mënyrën time të komunikimit e kam pas gjithmonë vetëm për vetëm me nxënësin. Jo në kolektiv, jo vetëm për vetëm, me një gjuj herë çfarë thot, me marrë informacion nga vjen ky fëmijë dhe ç'kushte ka.
Dhe për të rënë shkurt, kjo vinte nga një familje ku të dy prindërit ishin shumë të smurë, këta ishin 3 fëmijë në një gjendje ekonomike teje të vështirë, edhe fillova lidhjen me të, duke i vu në pa vlera që ajo kishte si vajzë, dhe si me madhja e familje, si gjendjen ekonomike, dhe e mira shkurt, prindërit e saj mrena 3 muajve humbën jetën dhe fëmijët përfundon në jetimore. Dhe cili në moment nuk harroj. Në jetimore shku me qeverinë në nxansve dhe kujtoj që ka qenë senatore e shkollës një Iskra Haxhi Hyseni, që sot është mjekë diku, edhe në momentin që kemi shku tek Zyber Hallulli, na ka pa nga dritarja, nuk e ka ditë që shkojmë, as ajo as 2 vllaj dhe motra, na ka pa nga lartë dhe ka fluturu, kur them nuk vraponte, po fluturonte në borë, edhe kur na erdhi, vetëm a ka vu kokën këtu te gjokësi, ka fillu me qa. Nuk kemi fol as një fjalë, as ajo, as son. Shumë emocionuese. Dhe me thonë, ishte një emocion i paparë. Dhe një rast tjetër që du t'i them çdo mësuesi, një vajzë që kishim te Kadze Flumi para disa vitesh, e cila u shoqëru në provimin e lirimit me një police të veshur civile, pra ishte në mbikëqyrje, vajzë me cilën kisha bisedu shumë herë dhe kur nuk ma tha një fjalë, po as një fjalë, on vetëm flisja, ajo vetëm një gjonte. Ditën që mbaroi provimi dhe po zvriste nga shkallët me oficerën e policisë, unë desha ta përshëndes, mu hodh, edhe më tha në vesh, të falenderoj shumë. Mu ma duk se me kaq që më ka dhanë jashtë zakonishëm dhe kam kuptu që fëmijët... Edhe ka mbetur këtu në... Po kam kuptu që fëmijët janë shumë mirë njohës. Pra me kur nuk i vefaj fëmijëve, jemi ne prindërit, mësuesit, gjyshërit, krejt shoqëria dhe media bashkë me ne. Që duhet të rrisim patjetër vlerat dhe autoritetin e mësuesve. Shumë faleminderit për bisedat që ndatë me ne. Ju uroj gëzuar 7 marsin dhe këtë pasion dhe këtë mision që keni, që ju vazhdoni ta keni në vëmendjen tuaj dhe në ditën tuaj, uroj ta plotësoni me gjithë dashurinë më të madhe që keni për nxënësit dhe ata që punojnë pas diteve me ju. Gëzuar 7 marsin të gjithëve, ju kërkoj ndjesë që temën e Diva 2025 nuk arritëm ta realizojmë sot, por patjetër që ne do t'japim këshillat e duhura në ditët në vijim, pikërisht për Diva 2025 deklarimin e të ardhurve që unë e përmenda në fillim, por do ta lëm për ditët e tjera të javës. Ju përshëndes, kalofshi bukur.